Një ngjarje pa precedent është regjistruar në Bruksel ku një kufom u gjet e varur në një tabelë sinjalizimi. Policia shkoi në vend ngjarje shoqëruar nga prokuroria e prokurorit mbretëror të Brukselit. Trupi i një 29 vjeçari u gjet në ring të Brukselit pranë Anderlechtit, konfirmon prokuroria. Sipas informacioneve nga mediat vendase, viktima është me origjinë shqiptare. Prokuroria e konsideron vdekjen si të dyshimt dhe ka hapur një hetim. Laboratori i Policisë Federale Gjyqësore, një mjek ligjor si dhe një gjykatës hetues janë angazhuar. I riu ishte i varur në pjesën e pasme të një tabele sinjalizimi me një kablo, thekson prokuroria, duke shtuar se është ende tepërherët për të përcaktuar rrethanat e sakta të ngjarjes. Pista e vetvrasjes nuk përjashtohet në këtë fazë, megjithatë bëhet fjalë për një akt me dhunë ekstreme. Trupi u gjet pranë Westland Shopping, që ndodhet jo larg nga qyteti Peterbos, një vend strategjik për trafikun e drogës në Bruksel. Edhe nëse nuk është vërtetuar një lidhje mes bandës Peterbos dhe trupit të gjetur të varur, ky është një rast tjetër i dhunës në një zonë të ndjeshme të Brukselit. Qershorin e kaluar në Ardin një 49 vjeçar u qellua për vdekje në mes të ditës në parkingun e dyqanit Plamart, jo larg qendrës tregtare. Ekzekutime sipas modeleve të karteleve meksikane. Nëse lidhja me trafikun e drogës do të konfirmohet në ditët e ardhshme, kjo ngjarje do ta zhvendosë kryeqytetin në një kontekst të paprecedent. Ngjan me metodat e karteleve meksikane, thot një burim i informuar. Këto kartele janë të njohur për dhunën ekstreme dhe përdorimin e metodave brutale të represionit ndaj rivalëve, tradhtarëve ose atyre që nuk respektojnë rregullat e tyre. Disa raste të varjes publike janë regjistruar në Meksik vitet e fundit në lidhje direkte me këto banda. Përfshir kartelin më të njohur atë të Sinaloas, të udhëhequr nga Joaquin Guzman, i njohur si El Chapo. Në vitin 2017, 6 kufoma u gjetën të varura në ura në rajonin turistik të Baja California del Sur. Ekspertët e lidhën këtë me luftën e përgjakshme mes kartelit të Sinaloas dhe atij të Jalisco Nueva Generacion për kontrollin e trafikut të drogës, një kontekst që kujton ngjarjet e Brukselit prej më shumë se një viti. Në një intervistë, gushtin e kaluar, Eric Jacobs, drejtori i Policisë Gjyqësore Federale të Brukselit, vëzhgonte praninë në kryeqytetit të mafias të Marsejës, famshme Smokra Mafia, të rrjeteve shqiptare dhe bandave me origjinë nga Afrika e Veriut. Të gjithë përdorin të njëjtat metoda, kërcënim, qëllim, vrasje, deklaronte Eric Jacobs. A ishte viktima e kësaj të diele pjesë e kësaj bote mafioze? A u përdor si një paralajmërim për rivalët? Hetimi i policisë duhet ta zbulojë. Megjithatë, ky rast nuk është në kundërshtim me metodat e përdorura nga trafikantët në Bruksel. Çfarë shohim është vetëm Maja e Esbergut, tha drejtori i Policisë Gjyqësore Federale në gusht. Ndodhin shumë gjëra më shumë në botën e mëndeshme, kërcënime, intimidime dhe edhe tortura. Ne nuk kemi raste aktive të torturave, por kemi zbuluar raste të tilla pas dekodimit të komunikimeve të fshehta. Këto janë teknikat mafjes, dy ngjarje shqetësuese. Në mars 2022, Jesin, i cili e përdorte apartamentin e tij në Maroles si depo për trafikun e drogës, u gjeti gjymtuar në rrugën Des Visitandines. Autopsia tregoi shenja torturash jashtëzakonisht të rënda. Arsyeja e torturës: Jesin dyshohet se kishte vjedhur një sasi kokaine të ruajtur në një nga kasafortat e apartamentit. Me pak fjalë, ishte një dënim për mosbindje. Një rast tjetër shqetësues: në prillin e kaluar, gjyqi i bandës Clemenceau, aktive në trafikun e kanabisit dhe kokainës, nxorin pa teknika ndëshkuese të trafikantëve. Hetuesit gjetën në telefonat e të pandehurve video që tregonin një gratës, person pa dokumente, i përdorur për shpërndarjen e drogës në rrugë, duke u rrahur, pavarësisht nëse ka lidhje me luftën për territore mes trafikantëve apo jo. Incidenti së dielës së kaluar tregon edhe një herë për shkallëzimin e dhunës që po përjeton Brukseli prej më shumë se një viti, që nga fillimi i vitit kryeqyteti ka qenë skena e të paktën 57 të shtënave me armë sipas statistikave të fundit në gusht.